Shqipëria është bërë zyrtarisht anëtare e Bordit të Paqes, një organizatë ndërkombëtare iniciuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Lajmi është bërë i ditur në faqen zyrtare të kësaj organizate ndërkombëtare publikuar në rrjetet sociale. Bordi i Paqes thekson se mirëpret Shqipërinë si anëtare themeluese të organizatës ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetin socialik ka ripostuar deklaratën e Bordit të Paqes. Vendimi për të bërë pjesë e Kartës së Bordit të Paqes është miratuar në Kuvendin e Shqipërisë në datën 22 janar me 110 vota nga deputetët e mazhorancës dhe të opozitës. Shqipëria është e angazhuar në mbrojtjen e vlerave themelore të demokracisë, respektimin e të drejtave të njeriut dhe ruajtjen e integritetit territorial, duke dhënë një kontribut domethënës në promovimin e paqes dhe forcimin e stabilitetit si në rajon, ashtu edhe në arenën ndërkombëtare. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se ratifikimi i kësaj marrëveshje përfaqëson një akt të vullnetit të mirë dhe një përgjegjësi të natyrshme të Shqipërisë për të kontribuar për paqen, sa herë që jepet mundësia. Kreu i qeverisë ka nënvizuar se ftesa personale nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për anëtarësimin e Shqipërisë si vend themelues në Bordin e Paqes përbën një nder të veçantë dhe një dëshmi të vlerësimit ndërkombëtar për rolin e vendit tonë.